Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavate dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, paqja, mëshira dhe begatita Allahu xhaleshanuhu qoftë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër dhe besimtar, do jemi sot bashkarisht këtë ditë të bekuar të xumas, që si temë do ta kemi Muhamedi alayhis salam, shembull i pakrahasueshëm për rinin. Çdo mend se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembull i pakrahasueshëm për çdo moshë, për gjithë grup moshat, mirë po pasi që disa xumaja jam duke përgatitur tema dhe jam duke u mundu të shpjegoj tema rreth rinis, kësaj radhe pasi që ende jemi në muajin e Rabiul Awilit, vendosa që ta shpjegoj temën Muhamedi alayhis salam, shembull i pakrahasueshëm për rinin. Muhamedi alayhis salam, i cili e njehte mirë vlerën e rinis, u mor me të rit që në ditët e para të pejgamberisë së tij, duke kriju një lidhje të veçantë miqësie me rinin, duke i eduku të rit në atmosferë shpirtërore. Të rit ashab pejgamberit alayhis salam, shokët pejgamberit alayhis salam, arritën që qurin karshi, arritën që të rezistojnë vuajtjeve, torturave të llojshme në rrugt të Allahu xhaleshanuhu gjatë viteve të para të munditshme të fesë islame. Edhe në periudhën e Medinës, atëherë kur po i hidhshin themelët e shtetit islam, të rit ishin në rreshtat e parë. Ajetin që lexova më herët është në surën Al-Ahzab, ajeti 14, ku Allahu dhul Jalal na drejtohet dhe thot: "Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima." Muhamedi nuk ka qenë babai i asnjërit prej burrave tuaj, por ai ishte i dërguari i Allahut dhe vul e gjithë pejgamberve, e Allahu është i dijshëm për çdo së. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu xhaleshanuhu ne ban me dije të gjithë neve se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë babai i kërkuina. Dhe kjo është një ajet kuranor që edhe në ditët e sotit, vëllezër të ndershëm besimtar, na i ban me dije neve që pos baballarëve ton biologjik që na i ka kriju Zoti, nuk kemi të drejtë mi thanë dikuj bab. Shpesh herë sot në ditët e sotit, nga dashuria e këtij interesi të madh, si interes të madh kur ka njëri, edhe që tërkuj thot bab, edhe që tërkuj thot nan, për interesit që ka, ose ka për Allah. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu dhul Jalal edhe neve sot në ditët e sotit na i ban me dije se pejgamberi alayhis salam ishte vula e gjithë pejgamberëve. Nuk ka pas të drejtë kush me i thonë si e baba jon, sikurse sot liderëve partijak që u drejtohen baba filan. Dihet o vëllezër, babë dhe nën një janë, nuk mundën di baba mi pas, s'mundës di nana mi pas, se kështu e ka kriju Zoti. Kjo është natyrshmëri e kësaj bote.
kur Muhamedi a.s. nuk ka qenë babi kërkujna, ishte i dërguar i Allahut, ishte Resulullah, ishte i dërguar i Zotit dhe ishte khatemun nebijin, vule gjithë pejgamberëve. Si që dim, ma herët ka pas pejgamber, cilët i ka dërgu Allahu xhaleshanu. Mirë, po me ardhen e Muhamedit a.s. Kjo bo khatemun nebijin, vule pejgamberëve. Mas këti mos ka pejgamber. Ju e shifnin në përmediu me paraqitet lloj shizofrenie dhe paraqit vetën pejgamber. Pejgamberi kjo ka përfundu mo. Pejgamberi kjo ka përfundu dhe pejgamber të rejshëm kanë mu paraqit dhe në ditën e kiametit. Kjo do më thonë nuk është tema jonë, po sa për një ilustrim të shkurtë. Allahu xhaleshanu e përfundon këtë ajet kuranor, thot: "Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima", e Allahu është i dijshëm për çdo send. Çdo gjë e di Zoti xhaleshanu. Kur gjë nuk mundet me hik Zotit xhaleshanu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi Allahu xhaleshanu, si dërguar i Allahu xhaleshanu, i kushton të rëndësi të veçantë edukimit të rive. Në çdo fush, e enkas në fushën e dijes. Shpesh herë i përgëzon të rit, i motivon të rit që të mësojnë. Dhe ne nëse jemi ata të cilët e pasojnë pejgamberin alayhis salam, do të jemi edhe na kështu. Do të motivojmë gjeneratat e reja që të mësojnë, që të shkollohen, që të lexojnë. Jo që jemi nga ata të cilët se ka pa hajri shkollës kosh. Leve shkollën. Kapi biznisit. Kapi kësaj pune, kapi asaj pune, le shkollën se s'ka gjon për shkollën, shpeshherë dëgjojmë ne. I demotivojnë të rit, fëmijët, generatat e reja. E Muhamedi alayhis salam na këshillon shumë mirë. Fillimisht ishte ai i cili i motivonte, i përgëzonte që të mësojnë generatat e reja. Arsyeja pse sahabët, shokët e tij, merreshin me dije, ishin kryesisht tri, ishte si rezultat i qasjes pozitive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj dijes. Po sa emigrojnë në Medinë pejgamberi alayhis salam, po sa e boni hijretin në Medinë Muhamedi alayhis salam. E mur dhe ndërtoi xhamin. Me një qështë saj, e ndërtoi vatrën e dijes, të cilën e quajti Sufa. Suesi i parë i sahabëve të Sufas ishte Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ashabi Sufa që morën një edukim të mirë të Kur'anit dhe Sunetit, u emërtuan si Qurra, cilët ishin një grup të rish, numri i të cilëve sipas transmetimeve shkon prej 70 deri në 400 vetë. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e formoi një kuadër të rish, shumë dikues dhe të përkryer. Në mënyrë të veçantë, Muhamedi alayhis salam u kujdes nga afër me këta tri. U mor me mençurinë e tyre, u mor me aftësitë e tyre, cilët ju besoj ky shumë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky ishte brezi që u edukon nga durët e Muhamedit alayhis salam, që kur ishin fëmijë, me cilëve ishin Enes ibn Malik, Hazreti Ali radiallahu anhu, Usami ibn Zeid e shumë të tjerë. To u bon themelet e qytetërimit madh islam. Trit që ishin të lidhur me një dashuri të madhe pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përjetuan në revolucion më të madh të jetës tyre. Këto njerëz që para fesë islame ishin thjesht kurxhon, asgjë. Pasi u nderun me iman, u nderun me besim, morën cilësitë e yjeve të umetit. Shumë të rinj më parë ishin braktis në sajt e edukatës, mirë po me edukimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato u bën personalitete shembullor që i dhanë drejtim botës. E thanë ndryshe, nga të vdekurit dolën gjallë
ose si që përdor popullata jonë nga qimiri, dolën diamantët. Krejt kjo në saje të edukatës që va dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kemi shumë shembull mesin e tyre. Omeri radiallahu anhu ishte një ashab i cili ka bo shumë punë të mëdha për dinin Allahu xhaleshano. Mirë po, para fesë islame, para se të pranon islamin, ishte një njeri që e kishte varros me durët e veta vajzën e tij për zalli. Ishte i pamëshirshëm, ishte me natyrë të vrasht. Mirë po, kur imani dëpërtoi zemrën e tij, kjo merë u bo me sytë për lot, me zemër të mbushur me dashuri, e mshirë, asa ruhi mos ta shkelte me kamën e tij edhe po breqin. Kjo merë e llogarisa atë shumë vetën e tij, sa që shpesh herë e përdor keni fjalë dhe theke, kam frikë se Allahu xhaleshanuhu ka me më kërku llogari edhe për ndonjë kinç që mund të humbe në breg të Eufratit. Shifni çfarë dallimi o vëllezër të ndershëm besimtar. Në rast se mesin tonë, secili vetveten e ta shofe, e shohim se kemi cilësi të egërsirës, kemi cilësi pamëshirës, jemi njerëz të cilët edhe ndoshta e falmi namazin, jemi ata të cilët agjerojmë Ramazanin, mirë po, nuk i kemi largu egërsinë nga zemrat tona, ti bim vetit mazë, ti bim vetit mazë se imani nuk ka dëpërtu në zemrat tona, imani nuk ka është prezent në zemrat tona, ne kemi ushqi nefsin tonë, ne kemi ushqi nefsin i cili na qonë me bunë kështu me qenë të vrasë. Besimtari du të jeti mëshirshëm, besimtari du të ketë dashuri, besimtari du të buzëqeshje ndaj vllavit vet, sepse buzëqeshja ndaj vllavit tanë është sadaka. Nuk i shkon besimtarit të vëllezër të ndershëm besimtar, edhe mu fal, edhe i mbroj, edhe me një Ramazan, edhe i mbroj, edhe me kry haxhin, edhe kërkush mos me mujt me fol të shtëpia. Ki nuk ka besimtari besimit islam. Ki e praktikon një islam kryen veti, jo që thot Zoti dhe si që na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thashtu vëllezër të ndershëm besimtar. I kemi një tjetër shembull e që është Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Betejën e Bedrit, betejë e parë në islam ndërmjet besimtarëve dhe jo besimtarëve. Kur Ebu Xheli ishte i rrezum tokë, ky sahabi nderuar ju hodh sipër dhe ju unë mbi krahnor. Ndërkohë, derisa ishte duke dhënë shpirt, i dhujtar, Ebu Xheli, i tërbum e ofendoi duke i thënë ke hip në një kodër të lartë, o bari i shkretinës së deleve. Kjo ishte një ofendim i madh. Mirë po, si që dihet, kjo ashab Abdullah ibn Mesudi ishte për vërtet një bari, mirë po e përbuzin momentin e fundit të jetës së tij Ebu Xheli. Ky ishte i udhëzuar dhe i edukum nga Resulullah alaihi wasallam. Pikrisht në sajt këti, ose në sajt kësaj edukate, në sajt të këti mësimi që e morë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ki ishte një dietar i madh dhe sot, nëse i shfletojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se një nga transmetuesit më të mëdhej të hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është muki Abdullah ibn Mesudi, i cili ishte në shërbimin rrugën e Zotit xhaleshanuhu, ishte në shërbim qish moshën e re për shërbi islamit, për të shërbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu e kemi edhe shembull tjetër
të Hamza ibn Abdul Muttalibit. Në vitet e rinis, kur ishte i ri, Hamza radiallahu anhu nuk ishe mund gjejtë një dhurofis që t'ja spjegonte të vërtetat e kësaj jete. Kështu që ishte dhanë pijes dhe qëndrimit në shkretir, duke e harxhu jetën e tij në gjyeti. Jeton të momentit e fundit të rinisë të tij. Një ditë, një piti, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Hamzën e kishte miq. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë ishte kthi nga shpella Hira dhe ishte duke e shpjegu mesazhin dhe kuptimin e kësaj jete, udhëfimin e rrugës së botës tjetër. Shtiri ishte përket t'i laje adetet, t'i laje zakonët. A kishte reflektu thellë gjatë netëve që kalonte në shkretir, mbi të vërtetat që ja kishte kumtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kishte lënë atë hark dhe shigjetën që kishte pas me vete. Derisa ishte gjahtar i mirë, i la gjuhën e tij, e la profesionin e tij, ju ngjit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ju afru Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte në rast e para me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në çdo betejë, saqë Hamza radiallahu anhu ishte njëri prej dëshmorëve në betejën e Uhudit. Ishte qëndru në këtë rrugë i palekundur, duke u thu në ahiret. Si i ri, pjesën e fundit të jetës së tij, arriti që ta kuptoje mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe adetët që i kishte deri atë ditë, i la anësh dhe vazhdoi shkoje pas Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër të ndershëm besimtar, kjo edhe do të jetë edhe rasti i fundit, pasi që ezani po thirr. Historinë islame kemi edhe djelmoshat e fiseve Avs edhe Hazrech. Të dy fise, është shumë e rëndësishme që këta të ngojni, i kishin humbur baballar të tyre në luftën që e kishin midis veti. E kishin shpirtin e trazuar nga xhakmarrja. Dhe vazhdimisht vazhdojshin lufta mes veti. Ta e vrajshin një, ata e vrajshin një. Vazhdojke, kjo si ngjirë. Një ta vret, një ja vret. Vazhdojnë. Ka vazhdu një kohë gjatë rasja në Medveti. Mirë po kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkojnë në Medinë, i thirit të dipalt, ju foli shumë që hiqnin dorë nga rruga e baballarëve të tyre dhe i motivoj, i mësoj që të mbushin jetën e tyre me mirësi, me punë dobishme, duke e shiju ambëlsirën e imanit, sepse xhakmarrja nuk sjell mirësi, vetëm se shkatrim. Për fat keq, një pjesë edhe jona mendojmë kështu, se me xhakmarrje sosën këtë punë. Me xhakmarrje kujtojmë se namen nëse mos ta morë me hakin, ku me di se çka kena me bë. Po jo me kena me shku një ditë krejt te Zoti. Po leben Zot, sa di kur takomi para Zotit Dhul Xhelal, o ka me dhon llogari edhe plonin me kerçit e ka qit. O ka me dhon llogari edhe kur ka pshtin. O ka me dhon llogari edhe kur ka nënçmu. O ka me dhon llogari edhe kur ka sha. O ka me dhon llogari edhe kur ka sulmu. O ka me dhon llogari edhe për çdo gjë, cilën ja ka bëu pa drejtësinë këtë dunjë. Vllavit vet, po edhe jo besimtarit. Ne nuk kemi ardhur këtë botë vëllezër me sulmu dikan, me idhnu dikan, me apo me hile dikuj. Na kemi mision këtë botë. Mos kujtoj e kërkushi se rastisht ka ardhur në dunjë. Secili prej neve kemi mision këtë dunjë.
lumjaj që e kryjnë këtë mision si dohë. Ban veprat mira, ban punë të mira, ban punë të mira, moshe thesari në akiretit tanë, sepse për çdo frimarje kina me dhonë llogaritë i Zotit xhaleshano. Edhe këto momente që jemi të pritën namazën e xumës, dhe ku thirrë zani, edhe për këto kemi me dhonë llogari, po elhamdulillah llogari të mirë kena me dhonë, se punë të mirë jemi të bëjmë. Edhe ata të cilët që kanë përgjigjë dhe nuk i përgjigjen si e zani Muhammedije, kanë me dhonë llogari. Kanë me dhonë llogari, e zoni thirë, e zoni ne, u lezër. Nuk e kemi e zoni na reklam, nuk e kemi na xhamin me ndërtu e karshi dikujna. Nevojë e kemi për mi kry obligimet tona e në këtë rast namazin tonë. Inshallah Allahu xhaleshanuhu na udhëzon dhe na drejton. Dhe se të ndershëm besimtar, pasi që jemi ka fundi i këtij muaji, nga dalë fillojmë muajin shtator, e nuk mund të largohem nga këto një 2-3 fjalë në lidhje me nxënësat cilët do të fillojnë vitin e ri shkollor. Fillimisht gjithë ata fillestar, klasave para, cilët për herë të parë ulen në bankat shkollore, bashkarisht të lutim Allahun xhaleshanu që t'ja mundsoje të morin dije, të vazhdojnë ta kultivojnë dijen, të hunqën bankat shkollore, prindërit e tyre t'i përkrahin, mësuesit e tyre Allahu xhaleshanu t'ja ushtoi diturinë dhe t'ja ushtoi durimin, sepse o vëllezër të ndershëm besimtar, ne secili kemi fëmijë në shtëpi tona dhe e dim se 2-3 fëmijë kemi, bile tash me të madhe vetëm 2, shumica vetëm 2, të 3 që shumë pëmrim, sepse jemi modernizuar ata që di se e kemi marrë një punë të huaj në dorë tona. E kemi marrë punën e rrezikit Zotit, na e kemi marrë në dorë dhe 1, 2 i rallti 3. Për fat keq. Dhe shprazën shkollat, për shprazën o vëllezër të ndershëm besimtar. Për neva kjo. Për mos ta ndroj temën. Krivi inshallah Allahu xhaleshanuhu ju jep dituri të dobishme. Zoti ju ndihmoft. Mësuesit e tyre Zoti ndihmoft. Edhe mësuesit e tyre Zoti ndihmoft. Ju prindër të dashur, interesoni për fëmijët e juve, sepse interesoni për armërinë tuaj. Jo mos ndodh ajo që mësuesi ose mësuesja sa njeh babën nxënësit vet. Shpesh herë ndodh kjo te na. Masa ne na ndodhi kjo problem, ndodh ai problem. Hajde ta shërojmë këtë problem. Po çfarë shërimi do atij problemi? E vladi, fëmia është amanet. Dhe për amanetin ka përgjegjësi, o vëllezër të ndershëm besimtar. Shkoj një çojë nash gjinia mashkullore, nash femnore, se e vladi jonash. Çojnë të shkolla, pritën nëse do të shkolla, telefonojmë mësuesin, keni në kontakt vazhdueshëm nëse dojmë me pas rezultat. Nëse jo, atëherë o vëllezër të ndershëm besimtar, mos jemi nga ata të cilët e krijen për votë do bëhen. Shkurt e shqip, për harë, inshallah Zoti ju ndihmon dhe na ndihmon që fëmijët tonë të edukojmë ashtu siç na ka hije, edhe në aspektin kombëtar siç na ka hije, po edhe në aspektin fetar Zoti na ndihmoft. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.